Trump mbylli zërin e Amerikës, reagon e Lesbi Beraj, dëm që askush nuk e ka bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gazetari i zërit të Amerikës, Lesbi Beraj, ka komentuar vendimet e Donald Trump për të bërë shkurtime të mëdha në 7 agjenci lajmesh. Ai ka shkruar se zëri i Amerikës ka qenë një burim i besueshëm lajmesh, teksa dita sotme sipas tij shënon një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën. Zëri i Amerikës, një fener shprese dhe të vërtete për qindra miliona anëmban globit, u heq sot në emër të reduktimit të burokracisë federale. Për më shumë se 8 dekada, zëri i Amerikës ka qenë një forcë jetike në promovimin e idealeve demokratike të Amerikës, duke paraqitur me besnikëri politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke avancuar interesat kombëtar dhe duke shërbyer si një burim i besueshëm lajmesh të besueshme për miliona në rajone të privuara nga informacioni. Vendimi për të çmontuar një nga pasuritë më të mëdha kombëtare të Amerikës do të shkaktoj dëm të thellë në imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, interesat e saj globale dhe promovimin e vlerave demokratike, dëm që asnjë kundërshtar nuk do të mund ta arrijë kurrë. Sot shënon një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën, shkruan Beraj.